Në hapësirat e Galerisë Arteve në Prishtinë janë ekspozuar koleksioni i veprave të grafikës, e që vijnë nga artistë që kanë lënë gjurmë në historinë e artit shqiptar. Dhe në këtë ekspozit që titullohet Gjurmët e grafikës, sigurisht që kuratori është kujdesur që të përzgjedhë vepra që vërtet kanë lënë gjurmë, ashtu siç edhe titullohet ekspozita, por që në fakt i takojnë periudhave që ndoshta ka kohë që nuk janë ekspozuar. Dhe për gjitha këto do të flasim me Genc Rezniqin, i cili do të na tregojë më tepër rreth përzgjedhjes, rreth figurave të shquara të artit grafikës që kanë lënë gjurmë, siç e përmenda, në historinë e artit shqiptar dhe më tepër. Genc, s'pari përgëzime për këtë ekspozit dhe për këtë risjellje, le të themi, të këtyre veprave që vërtet po i shohim të ekspozuara në këtë hapësirë të galerisë dhe që në fakt publiku do të ketë mundësi të shohë rrugtimin përgjatë viteve të këtij arti. Fillimisht, si kurator, si e keni konceptuar në përgjithësi këtë ekspozitë? Po fillimisht ka ardhur si ide me hapjen e Galerisë Arteve të Shtetit Prishtinës, ka ardhur edhe një ide ka qenë e komparacit para bordit të galerisë për me bo një ekspozitë të grafikës. Ka vite, dhe me hëmpej mas luftës, vetëm një herë Galeria Kombëtare ka ekspozu një ekspozit koleksionin e grafikës, mirë po ekspozit e cila është puro me grafika nuk ka pas. Edhe me vërtet ka qenë sfiduse, po flasim për veprat të cilat janë ekspozu e, si me thonë, dikon 5-60% e tyre nuk janë ekspozu kur deri sot. Po flasim për artistat të cilët pakush e ka ditë që realisht miren me grafik, po thëmë, me pas një barë ka që të madhe dhe një përgjithësi ka që të madhe, me kuru emna ka që të famshëm në sferës artit ka qenë me të vërtet sa përgjithësia që dhe sfiduse. Normalisht e vlen me përmend që pa ndihmën e profesor Agim Salihut, kjo gati që kishte qenë e pamundun. Profesor Fatmir Krypa përfaqëson brezin e artë të krijuesve të parë të grafikës bashkëkohore në Kosovë, të cilët me përkushtim të palëkundur ndërtuan themelet e një tradite të re artistike. Ai ndjehej i emocionuar teksa shite me nostalgji veprat e tij, bashkë me ato të artistëve që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në artin e grafikës. Të thonë vërtetën emocionale, të jesh së bashku me ish studentat, se tash e pata një shok, një mik timin, edhe tu ja spjegu, kjo është piktur, kjo është grafika këtine, e kum pas student këto, kum pas student, sër ka dale më rëtha se të gjitha e studentave tu të qengen këtu. Thash po, ashtu ka qëllu fati dhe këta përzgjedhja që është bo nga ana e organizatorve, kanë qëllu ashtu, përndushe se kum pas dhe ma shumë studentat me të cilët janë aktiv, edhe për herën tjere do të këshyrim, do të bojmë një organizim. Një vërejtja imja është që duhet me pas edhe gjeneratën e re. Vërtet e kemi për një lavdat, yjet tona të artit pamor, Muslimu Liqen, kemi Gjevdet Gjafën, kemi Lusa Qali Hamidgjicin, kemi Nësretin, kemi shumë artistë, mos t'i përmeni të gjithë me radhë, por duhet me pas edhe gjenerata e re me qenë pjesëmarrë. Ekspozita Gjurmë të grafikës shpalos një përmbledhje të pasur të veprave artistike që përfshin mjeshtri teknike, simbolik të thellë dhe ndjeshmëri vizuale, të punuara nga artistët e gjeneratave të ndryshme të grafikës. Në këtë kuptim, grafika nuk është vetëm një disiplinë artistike, ajo është një mënyrë e të menduarit për ekzistencën. Se çdo gjurmë është një akt, një ndërhyrje në boshllëk, një dëshmi se dikush ka qenë, ka prekur, ka lënë një shenjë. Artistët pjesëmarrës vinë si barës të këtyre gjurmëve, secili me gjuhën e vet vizuale, me përvojën, kujtesën dhe ndjeshmërinë që e formson. Ata nuk janë vetëm autor veprash, por edhe ndërmjetës të një tradite që vazhdo
të rishkruhet. Përmes teknikave grafike, ata krijojnë hapësira ku individualja dhe kolektivja ndërthuren, ku historia personale takohet me atë të përbashkëtën. Këta artist me qasjet e tyre të ndryshme e zgjerojnë kuptimin e grafikës si praktik dhe si reflektim, duke na ftuar të lexojmë jo vetëm imazhin, por edhe procesin, kohën dhe gjurmën që qëndron pas tij. Në këto vepra nuk shohim vetëm forma dhe kompozime, shohim ndërprerje dhe vazhdimsi, harresë dhe rikthem, praninë e së kaluarës në të tashmen. Çdo shtytje, çdo vijë është një dialog i heshtër mes asaj që është dhe asaj që ka qenë. Qasja serioze dhe unikate në çdo grafik vërehet që në shikim të parë, qoftë si tërësi apo në detaje, të përpunuara me mjeshtri të veçantë nga artistët që kanë lënë gjurmë në artin e grafikës, e të cilat janë sikur një dritare për të parë diçka të re, të pavarur dhe përmbajnë mesazhe të rëndësishme. Vlen të theksohet se ka vepra të cilat për herën e parë janë shfaqur sonte këtu, dhe akoma më e madhe është pesha e tyre dhe vlera e tyre sonte. Për ardashësit, grafika si pjesë e punës e tyre është shumë e rëndësishme, sepse shumë rrallë, pothuajse pas luftës, shumë pak është ekspozuar në galeritë tona. Kemi pas fatin që kësaj radhe të mbledhim 36 vepra të artistëve të cilet me të vërtet kanë lënë gjurmë dhe sot vazhdojnë të jenë aktiv me punën dhe me përbojën e tyre artistike në qasjen e grafikës së tyre. Sa mendoni se kjo ekspozit ndoshta do t'i shërbejë dhe gjeneratës së re të shohin se çfarë është punuar në atë kohë, llojet e grafikave dhe sigurisht ata të cilët sot edhe merren me këtë art, sepse e dim që nuk është art i lehtë për të zhvilluar, por në fakt ndoshta e kanë edhe mundësinë të shohin se çfarë është punuar atëherë, sepse vërtet kemi artistët që i takojnë periudhave të shekullit kaluar, por që janë bashkohor. Shumë e vërtet, kjo që e thuani sepse grafika është prej disiplinave më të vështira. Gjithë secila ka vështirësinë e vet, por që grafika prej filleve të para është punuar me ato makinerit e vjetra në atë kohë, me shumë mund, me shumë sakrificë, por që për gjeneratat e sotme është diçka shumë e rëndësishme të kuptohet se si është punuar, pothuajse këtu ka vepra të viteve 58, datojnë 60 e diçka 70 e tani më tutje. Këtu ka artistë të cilët janë prej akuatintës, në cilën janë punuar deri në ditët e sotme, duke qenë se artistët janë munduar të risjellin edhe metoda të reja, duke avancuar koha, pastaj edhe janë munduar të nxjerrin teknika të ndryshme, duke ardhur dhe duke zhvilluar teknikën, duke sjellë gjëra të reja. Ekspozitat të tilla janë mision dhe obligimi i institucioneve kulturore që ko pas kohe të sjellin para publikut koleksione të tilla të veprave artistike që prezantojnë artistët që kanë lënë gjurmë në historinë e artit pamor shqiptar. Nuk jemi një vend shumë i madh, vend i vogël. Ta njohim artin ton nëpërmjet veprave tona, kemi folë diçka, kemi lënë diçka, ato gjurmë që brez mas brezi letë trashëgohen. Unë e kam një nostalgji sonte këtu, se në këtë galeri me 10 herë për viteve 2000-1900 kur është hapë, kum qenë prezent në çdo ekspozit, kum qenë. Sa mendoni se gjenerata e re ka interes për artin e grafikës? Unë e kum përcjell artin e grafikës në akademi. Kum qeni i befasum, shpesh, me punën e tëne, edhe ju kum thonë premtim që për çdo vit profesorave ju kum thonë, e më keni se ata janë studentat mi, profesorat, ko me ardhë edhe me ju bo një vizit me pi një kafe me ju, edhe do të jep mendimin tim, pak se e më dham e kum dërtu këtë fush me zemër, me shpirt, mirë po, kur e kthej kokën gjatë as majtas, nuk e më knaq. Nuk e më knaq. Vërtet është pak e vështirë, por kur t'ja nin erën një herë e mirë, ajo doket edhe e vështirë, por edhe këndshme. Se duhet gjenerata e re të merren dhe në mënyrë që ky art të trashëgohet dhe të shkojë brez pas brezi. Kjo duhet që qysh tashti,
duhet ta kemi një bazë, se nuk mundemi kurse ta mendojmë që ta qojmë përpara artin me yjet tona, po gjenerata me gjeneratën të kontaktojnë edhe t'jemi gjithsesi në ekspozitat më të shpeshta. Në këtë ekspozit, fokusi është te grafikat si një përmbledhje mjaft e arrirë dhe që shquhet për nga cilësia e autorëve dhe veprave, të cilat janë të punuara në teknika të ndryshme si e akuatintës, bakëshkrimi, gjelpërës thatë e të tjerë. Sigurisht për këtë ekspozit, veprat janë marrë nga koleksioni i Galerisë Kombëtare të Kosovës, gjithashtu edhe nga koleksionistë me sa di. Sa ka qenë vështirë ndoshta për ardhur deri tek këto vepra që sot janë ekspozuar për publikun? Në vërtet ka qenë shumë e vështirë. Normalisht që ndoshta më shfrytzuar rostin me falenderu Galerinë Kombëtare për një pjesë që na i ka huazu. Mirë po edhe pjesa tjetër që ka qenë shumë e vështirë me i bind njerëzit, që me i pru pjesë të veprave të koleksionit tyre të familjeve, po edhe disa pe artistave cilët i kemi lutë edhe cilët kanë qenë në vizita në studio dhe në për atelier tyre me i bind për me i pru punimet. Po thëmë, edhe ka qenë bajge punë, eron, bajge projekt ambicios, po që më në fundja kemi dalë. Ndoshta edhe nga familjarët e këtyre artistëve të cilët tashmë nuk i kemi në mes? Po, ç'është është. Një pjesë është prej familjarëve, edhe një pjesë është prej disa, janë dikon një 5 ose 6 koleksionistë, cilët na kanë huazu veprat e tyre. Dhe sigurisht që duke shëtitur në këtë ekspozit, shohim emrat veçantë që kanë lënë gjurmë në këtë art dhe duke filluar nga Gjeller Gjoka e Fatmir Krypa, pastaj Shushin Imani, shumë të tjerë, lista është vërtet e gjatë dhe vërtet është kënaqësi të shohim këto vepra tashmë të ekspozuara pas kaq vitësh dhe çfarë periudhave i takojnë konkretisht? Veprat janë vepra më hershme, është e viteve 56-7. Edhe, kryesisht, pjesa më e madhe veprave janë viteve 70-80. Mirë po, normalisht, te pjesa artistave të ri, që janë ekspozu pe kastës e re, janë vepra të fundit, 2010-15 e kështu me radhë. Dhe ka ndonjë artist të ri, sepse i përmende artistët e shekullit kaluar dhe veprat e tyre, por në fakt kemi ndonjë artist të ri që është... Po, janë disa artista të ri, po mendoj për shembull prej Loka Haliti. Loka, është Ganila Loshi, është tash po i harroj edhe disa emra të tjerë, po mendoj Besnik Xhemajli e tjerë, ka bajë shumë, ka edhe artista të ri. Dhe cilat janë ato vepra ndoshta që janë ekspozuar për herë të parë këtu? Mund ta veçoni ndonjë? Po për shembull veprat e Nusret Salia Mixhiçit, Bakër Gdhendje, veprat e Shemsedin Kasapollit, dy Lino, ka shumë, janë veprat e profesor Agim Salihut që janë për herë të parë të ekspozuar këtu, vepra e Fatmir Zajmit, Miki Zajmit, vepra që janë veprat e Simon Shirokës për herë të parë, që të janë të ekspozuar këtu, vepra e Muslim Ulliqit është për herë të parë e ekspozuar këtu. Gjurmët e grafikës është ekspozita e tretë që nga hapja e Galerisë së Arteve e Prishtinës dhe vjen pas ekspozitës Retrosintez dhe edicionit të 7 të ekspozitës vjetore të anëtarëve të Asociacionit të Artistëve Vizual të Kosovës. Një realitet të rinj jetën e Adem Demaçit, i cili me kohë Trashëgimia demaqiane, vlerë unike kombëtare, ishte tema e tryezës shkencore, me të cilën u shënjuan 90 vjetori i lindjes së Adem Demaçit, e organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës në bashkëpunim me Institutin e Historisë Ali Hadri. Ky aktivitet mblodhi studiues, historian dhe njohës të letërsisë për të reflektuar mbi jetën dhe veprën e një prej figurave më emblematike të historisë moderne shqiptare. Adem Demaçi është një emër shumë i rëndësishëm në letërsinë, në historinë e letërsisë shqipe. Dhe nuk mund të shkruhet asnjë histori letërsisë shqipe dhe asnjë histori e mbar kulturës shqiptare pa emrin e tij, për shkak se roli i tij
në vitet 50, kur ai botoi tregimet e tij të para dhe romanin Gjarpit e Gjakut, ishte shumë ndikues. Madje romani i Gjarpit e Gjakut u lexua më shumë se çdo roman tjetër në letërsinë shqipe. Dhe ndoshta vetë fakti pse ishte i ndaluar dhe edhe ka ndikuar më shumë. Mirë po edhe pas vitit 1900 kur u ribotua dhe disa herë vlera e këtij romanit për kohën kur është shkruar mbetet shumë e madhe. Në një atmosferë akademike dhe reflektuese, kushtuar jetës dhe veprës Adem Demaçit, u theksua rëndësia e trashëgimisë së Demaçit si një ndër shtyllat e rezistencës dhe identitetit kombëtar, duke vënë në pa rolin e institucioneve shkencore në ruajtjen dhe promovimin e figurave historike. Ai ishte një intelektual i përkushtuar, një shkrimtar me vizion dhe mbi të gjitha një veprimtar i palodhur për lirinë dhe të drejtat e shqiptarëve. Qëndretha e tij e gjatë në burgjet e ish Jugosllavisë e bëri atë simbol të rezistencës dhe të sakrificës për idealin e lirisë. Prandaj, organizimi i kësaj tredhe shkencore ka një rëndësi të veçantë. Ajo synon që përmes qasjeve studimore dhe diskutimeve akademike të analizoj dhe të ndriçoj në mënyrë më të plot dimenzionet e ndryshme të veprimtarisë së Adem Demaçit si veprimtar politik, si intelektual dhe si simbol i qëndresës për liri. Një vëmendje e veçantë ju kushtua dhe krijimtarisë letrare të Demaçit, ku analizua dimensioni estetik dhe simbolik i veprave të tij. Studiuesit theksuan se letërsia e tij nuk është vetëm art, por edhe një formë e rezistencës dhe dëshmi e kohës. Dhe unë për këtë tërëzë shkencore do të paraqitem me kumtesën fjalëformimin e krijimtarinë letrare të Adem Demaçit. Gjetjet e mia të fusha fjalëformimit e veçojmë ne jemi marrë me ndajshtesimin, parashtesimin, prapashtesimin, fjalëformimin parashtesor prapore, kompozitat për ngjitjen, konversionin dhe ka dalë një temë goxha e mirë. Në fillim kemi menduar se ndoshta nuk do të jetë as produktive, por duke e parë dhe volumin e veprave të tij, e kemi vërejtur që Baca Adem ka qenë shumë produktiv edhe në fushën e gjuhësisë. Ka krijuar shumë fjalë të reja, pra neologjizma, fjalë të përbëra, fjalë formime me parashtesa dhe prapashtesa, që është një pasuri leksikore për gjuhën shqipe. Dhe unë besoj që edhe të tjerët të gjeneratës së tij duhet të studiohen nga ky aspekt, jo vetëm në aspektin historik apo letrar, në fushën e gjuhësisë, sepse është një pasuri kombëtare, një pasuri e gjuhës, dhe mendoj që këto rezultate në fund do të botohen dhe do të shohim se me të vërtetë Baca Adem ka dhënë një kontribut jo vetëm në politikë, në histori, në letërsi, po edhe gjuhësi. Diskutimet u thelluan më tej përmes krahasimeve ndërkombëtare, duke vendosur Demaçin për krah figurave të mëdha botërore të rezistencës si Nelson Mandela, duke nxjerrë në pa ngjashmëritë nga disident në simbole kombëtare. Ndërkaq, Hysen Matoshi nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të studimeve për figura të tilla, në mënyrë që brezat e ri të kenë një kuptim më të thellë të historisë dhe identitetit të tyre. Ndonë se me një të kaluar të patë dytë në historinë tonë kombëtare, ndonë se shqiptari i parë që fitoi çmimin Saharov, as në Kosovë dhe as në Shqipëri, nuk u pasi një vlerë e trashëgimisë sonë historike me të cilën do të mund të identifikosh në arritjet tona kombëtare një fushë të caktuar nëpërmjet identitetit demaqian të akcilit çmim presidencial apo të ndonjë vlerësimi të ngjashëm me këtë. Përshëndes lidhjen e shqiptarëve të Kosovës që themeloi një çmim letrar me emrin Adem Demaçit, por ambulon ky nderim për një mend vlerën e përgjithshme të veprës shkrimore dhe të veprimtarisë së tij të përgjithshme kombëtare. Ky organizim dëshmoi edhe një herë se figura e Adem Demaçit mbetet një burim i pashtershëm studimi dhe frymëzimi, duke e vendosur atë në qendër të diskursit akademik, kulturor e bashkohor. Para kohëve që kujtohen, para se heshtja të mbulonte tokën, ekzistonte një... Artisti i ri, Albert Selimi, pas pikturës, debuton edhe në fushën e letrave, me novelën Shegori dhe ringjallja e pyllit të vdekur. Ku çdo krijesë kishte vendin e saj. Dhe çdo frymëmarrje ishte jetë. Por asgjë. Një libër ky, që flet për jetën, vdekjen dhe ringjalljen,
që e realizon përmes një metafore interesante, atë të një pylli magjik. Shegori, më shumë se një rrëfim letrar, është përpjekje për të kuptuar botën përmes syrit të brendshëm, përjetimit dhe meditimit artistik. Një pyll i gjallë, I bukur, I fuqishëm, I shenjtë. Ku çdo krijesë kishte vendin e saj. dhe çdo frymarrje ishte jetë. Por asgjë Asgjë nuk mbeti të pastër për gjithmonë. Edhe pse duket se njerëzit sot kanë gjithnjë më pak kohë për të ndalur dhe lexuar, Alberti zgjedh të shkruaj. Për të, kjo nuk është thjesht punë, por diçka që e ndjen dhe I vjen së brendshmi. Nuk shkruan sepse I ka thënë dikush, por sepse do të zbuloj veten, të sfidoj atë që di dhe të ndërtoj një botë ku ndjenjat e mendimet ecin bashk. Dhe kjo e bën librin e tij të vërtetë. Shegori dhe ringjallja e pyllit të vdekur ndodhën në Kosovë. Ma saktësisht ndodhë në Istog, apo si që njëtë të mburim, gjithçka ndodhë atje. Storien, kur kam filluar me shkruajt, ka qenë gjatë pandemisë, kur gjithë njerëzit kanë qenë të mbyllën në shtëpiat e tyre, ka një shpresë, e ajo shpresë është Shegori. Shegori prezanton diçka që është e bukur, paqësore. Prezanton një dru I cili lëviz e flet e duket pak a shumë si na. Por, një ditë, ky dru thehet vdes, edhe mënyra si vdes edhe si ringjallet është e mrekullueshme. Ajo se që kalojmë pas na, është diçka që rritet në të ardhmen. Është ajo që ne mbjellim, ajo rritet dikur, qoftë e mirë apo e keqe. Ky është mesazhi të cilën Shegori e përcjell. Në realitet, Shegori nuk është një krijesë e keqe, është një krijesë që është shumë e bukur, që tenton me mbrojtë natyrën, ato që është e bukur, edhe që është e veçantë edhe e destinuar për neve. Fatkeqësisht na kanë mbulu betonat të nëntë, edhe shpresa që e kemi na është në Shegorin, është ai që jep dritën edhe që e largon errësirën. Edhe mënyra se që kthehet është shumë e mrekullueshme me pa se çka bën Shegori. Edhe e ka bekimin e qiellit, e ka bekimin prej motrave qiellore, që është trofeja dhe bubullimat që prezantojnë Zotin. Edhe për këtë arsye kemi shkruajtur Shegorin. Arti në vetvete është kërkimi së bukurës. Në këtë novel, autori nuk e sheh bukurinë si diçka të jashtme apo si përfaqësore, por si një përvojë të brendshme që lind nga përpjekja, dyshimi dhe besimi. Ai eksperimenton me artin, duke pranuar se rruga drejt krijimit nuk është gjithmonë e qartë, por pikërisht në këtë pasiguri qëndron edhe bukuria e procesit krijues. Në fillim, unë kur kom fillu me I bo ilustrimet, ju kom gjitë emnat, mandej I kom vendos me bo storin rreth tyne, edhe kështu copa, unë tërtu bo Shegori. Kam sidu veten me shumë në gjuhën shqipe, mendoj që populli I dashtun ka nevojë me marrë diçka që është autentike, është e vendit ton. Ne jemi mësuar me dëgju pralla prej autorëve tuj, pralla që janë më të gjata, kurse në librarinë tonë shqiptare kemi pralla që janë shumë më të shkurta. Shegori dhe ringjallja e pyllit të vdekur I ka afërsisht 48.000 fjalë që asnjëherë përpara s'ka ndodhur. Kjo ka qenë sfidë. Ajo sillte shkatërim, një tradhti umbol në zemër të pyllit. Dhe ajo urrit. Selimi nuk I përmbahet rregullave dhe normave tradicionale të shkrimit. Ai nuk mbështetet në strukturat e gatshme apo në institucione që kufizojnë lirinë krijuese. Përkundrazi, ai zgjedh të ndjekë një rrugë individuale, duke u mbështetur në sinqeritetin dhe përvojën personale. Kjo e bën veprën e tij më të afërt me lexuesin, pasi ajo buron nga një përjetim I vërtet dhe jo nga një konstrukt artificial. Është një libër shumë interesant, ka përfshin shumë gjana mistike edhe magjike, edhe flet qysh është ringjall pylli I vdekur, edhe tregon për ardhjen e një filizi të ri. Ka pëlqyer shumë që Alberti ka marrë pikë të ndryshme edhe prej gjuhës tonë, për shembull emrat që ju ka vënë karaktereve, personazheve në libër, që janë ndoshta emrat vjetër I ler ose ka përdor ambiente rajone ndryshme të Kosovës me emrat e vendeve tilla që I ka përdorur tek libri, edhe vërtet e ka kriju një histori të re që përfshihet vendi jon, edhe
ka bon, më thonë, në përmjet kësaj një farë loj legjende të re, një loj krale mistike të re. Për Albertin, arti dhe jeta nuk ndahen. Çdo që është përjeton, çdo ndjenjë, çdo mendim i tij shkon me njëherë në letër dhe kështu libri bëhet paksa si një pasqyrë e asaj që ndodh brenda njeriut. Shegori ringjallja e pyllit vdekur na çon në një botë që largohet qëllimisht nga modelet e zakonshme të prallës, larg figurave të njohurave dhe heronjve të parashikueshëm. Shegori bëhet boshti rreth cilit merr jetë një rend i tërë i mbështetur natyrë. Një pyll i qartë, ku çdo shenjë që nga më e madhe te më e vogla ka sërin dhe rolin e vet. Në këtë pyll magjik, ndoshta më i bukur që mund të përfiturohet, gjithçka bashkëton në harmoni. Zonat, gjugja, krijesat të çuditshme, kafshë, zogj, madje edhe vetë dronjt që janë ndërtuar si personazhe që ndjejnë, flasin dhe marrin pjesë në jetën e përbashkët. Kjo botë ndërtuar me kujdes përshon një ndjesi e libri që më pas jetë në provë. E bukura e këtij libri është kur e lexon, ke ndjesinë sikur nuk je duke ndjekur në rrefim, por sikur po hyn brenda tij. Shegori dhe ringjallja e pyllit të vdekur është një udhëtim në botën e ndjenjave, i cili na kujton se arti nuk është vetëm për tu parë apo dëgjuar, por për të na ndihmuar të kuptojmë veten dhe ata që na rrethojnë. Me një gjuhë të thjeshtë e të ndjerë, autori fton lexuesit të ndalen, të mendojnë dhe të kërkojnë të bukurën, edhe aty ku nuk e priste.